Hetuesit rus kanë nisur një hetim për terrorizëm pasi një tren mallrësh doli nga shinat për shkak të një bombe artizanale që shpërtheu në trase në rajonin e Rajzanit. Sipas hetimit, në orën 7:12 të 11 nëntorit një mjet eksploziv shpërtheu papritur, tha Komiteti Rus i Hetimit. Si rezultat, 19 vagona të trenit të mallrave u përmbysën. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se hetuesit rus kanë përcaktuar se dalja e trenit nga shinat ka qenë e qëllimshme dhe bomba e vendosur në linjë ka qenë artizanale. Autoritetet kanë nisur një hetim për terrorizëm tashmë. Ukraina nuk ka bërë komente për incidentin, por zyrtarët rus më herët kanë fajsuar shpesh sabotatorët pro-Kievit për disa sulme në sistemin hekurudhor të vendit që kur Moska pushtoi Ukrainën në shkurt të 2022-shit. Ndërtesa të shumta dhe linja elektrike janë dëmtuar ndërkohë në rajonin rus të Belgorodit, si pasojë e sulmeve ukrainase, sipas guvernatorit rajonal Vyacheslav Gladkov. Forcat ukrainase kanë lëshuar 3 predha mbi qytetin Valuiki dhe kanë dëmtuar 3 shtëpi private, 5 automjete dhe një linjë energjie, si edhe kanë krijuar një krater në mesin e shinave të trenit.